Mirëmbrëma Saraj. Në hyrje Cufa i Gërshecit më tha këto zgjedhje do ta shkoj. Ani Cuf, kështu është gara në Saraj. Çdo vendbanim bën garë kush do të nxjerrë rezultat më spektakular. Fitoria nuk dyshohet. Nderuar kandidat për kryetar, zoti Muhamet Elmazi, Amir me gjithë ekipin tënd të mrekullueshëm, Bashkim Zeg Berisha, të nderuar lider të Vlenit, funksionar qeverisë e partijak, shumë të respektuar banor të komunës sonë. Shumë kanë ndesh të na ndajnë, shumë kanë ndesh të na përçajnë. Një rrugë, kudo që të shkojsh në botë, rrugët janë për t'i lidh njerëzit, për t'i lidh vendbanimet, kurse këtu te ne, na i vendosën di linjat plota për të na nda pjesën e Kondovës me pjesën e Sarajit. Nuk ishin në gjendje ta bëjnë një rreth rrotullim për të na lidh e për të na bashku. A e keni pa në çfarë gjendje e kanë lënë liçenin e Treskës? Po vetëm të ketë zë, ajo do të bërtitke. Po nëse liçeni nuk ka zë, sot ne jemi bë të gjithë banorët e vendbanimeve tona në një zë. Për komunën tonë, për të thënë mjaft më me rena, mjaft më me mashtrime. Ne sot jemi bë bashkë të gjithë. Për një vetë më arsye. Dhe gjithë sot këtu që jemi para jush, edhe në të kaluarën, kur na keni dhënë besim në ndonjë detyrë, e kemi kry, e ja kemi dhënë hakun e me shumë derë. Kur nuk ju kemi korrit, kur nuk jemi gërdit, kur nuk ju kemi gërdit si ato tjerët, mund vjen mbare prej tyre, çka s'kan thënë e çka s'kan bë, për njëri tjetrin, i kemi dëgju me zë e me fotografi. Prandaj, nuk janë bashkuar ata. Ata dëshirojnë t'i mbrojnë vetëm interesat e tyre personale dhe t'na bëjnë dëm, si që na kanë bënë 20 vjet e fundit. Po është fundi i tyre. Vetëm një rast mbram të dashur vëllezër, Muhamet, me atë fushën e sportit në Radush që keni ba, ju lumt, vetëm djali im mbram, sa isht i entuziazmuar, më tha, o ba, me zi pres, që edhe në vendbanimet tonë në kështu projekte. Kjo zë i shpresës, kjo zë që garanton se ardhmja do t'jetë e mirë dhe përfundimisht në Saraj do të fillojmë t'i zgjidhim problemet një nga një, duke fillu nga shkollat, t'i shëndrojmë në vatrat dijes e tërbijës, jo vatrat politikës e të partijës, e të gjitha me rend rrugët, kanalizimin, ujnë e gjithë të tjerat. Shumë falenderit, Zoti na bekoft, mobilizim maksimal për fitore.